Kurani është shpallur për t'u zbatuar. Në ajetin 29 të surës Sad, Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Ky Kurani është një libër i bekuar që ne ta kemi zbritur ty, o Muhammed, për të persjatur mbi ajetet e tij dhe për të këshilluar më të poseduesit e arsyes. Ky ajet mbart një mesazh shumë të thellë për mënyrën se si duhet të lidhemi me Kuranin e shenjtë. Në këtë ajet, Allahu i lartësuar thotë se Kurani është një libër i bekuar, pra Kurani është burim i mirësisë, i udhëzimit dhe i mëshirës. Bekimi i tij shtrihet në besim, moral, mendje dhe në shoqëri. Kurani ju shpall profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, jo vetëm për t'u lexuar, por që njerëzit të persjatin thellë mbi ajetet e tij dhe që njerëzit me mendje të shëndosh të marrin mësim e këshill prej tij. Kurani nuk është vetëm për lexim, por për reflektim. Allahu nuk thot që ta lexojnë, por thot që ta persjatin. Kjo do të thot ta kuptojmë Kuranin dhe domethënien e tij, ta lidhim atë me jetën tonë dhe ta zbatojmë në sjellje dhe vendime. Leximi pa kuptim është mirësi, por leximi me reflektim është ndryshim jete. Kurani flet me njerëzit e arsyes dhe të zemrës. Ajeti përmend njerëzit e arsyes, ulul albab, që do të thot ata që arsyetojnë, ata që nuk ndjekin verbërisht dhe ata që kërkojnë të vërtetën me sinqeritet. Kurani nuk i imponohet mendjes, por ai e zgjon mendjen. Kurani është i bekuar, por bekimi i tij nuk mjafton ta kesh në shtëpi, nuk mjafton ta recitosh buku. Bekimi vjen kur e kupton Kuranin, e persjat dhe e zbaton atë në fushat e jetës. Ky ajet na pyet në heshtje: vallë, a e lexoj Kuranin vetëm me gjuhë apo edhe me mendje e zemër? Apo e lejoj Kuranin të më ndryshoj apo vetëm të më shoqëroj në jetën time? Kurani nuk zbriti për të vendosur në rafte, por për të vendosur në zemra dhe në vepra. Qëllimi i shpalljes nuk është vetëm recitimi, por është meditimi, marrje mësimi dhe ndryshim jete.